Rrugët në territorin e qarkut të Shkodrës janë të gjitha të kalueshme, përfshirë akset ku ka pasur rreshje bore, Boktheth e Tamar Vermosh. Autoritetet apelojnë që drejtuesit e makinave të kenë goma dimrore nëse udhtojnë drejt destinacioneve malore, të përfshira nga Dëbora. Vetëm në rrugën e Prekalit dhe Kirit ku patishembje grupet janë duke punuar në terren për të nxjerrë nga izolimi banorët, të cilët për të mbërritur në zonat urbane duhet të përdorin rrugën alternative përmes thethit. Bashkitë e qarkut të Shkodrës janë përfshirë nga rreshje të shiut të shoqëruara me erë. Në disa fshatra të Malësisë së Madhe, Zagor, Vrag dhe Kelmend, ka probleme me furnizimin me energji elektrike. Ekipet e OSHE po punojnë për riparimin e defekteve. Viti i ri nisi me temperatura nën 0 gradë dhe rreshje bore, të cilat pritet të jenë më intensive në orët në vijim e të zgjasin deri më 7 janar. Qarqet më të rrezikuara sipas Institutit të Gjeoshkencave janë Shkodra dhe Kuksi, por dhe në Vlorë. Autoritetet apelojnë për kujdes gjatë të hënës më 5 janar, ku priten rreshje të dendura shiu që mund të shkaktojnë përmbytje. Ndërkohë në Tiranë, Elbasan, Korçë, Fier dhe Berat, sipas parashikimit të Institutit të Gjeoshkencave, do të ketë rreshje mesatare.